Shumë faleminderit gjithëve dhe më emocionuat me thënë drejtën. 8 vite më parë, ashtu si ju sot, edhe unë isha në këtë sallë në një aktivitet. Gjatë aktivitetit pyesja veten, a mos vallë do t'jem unë këtu realisht një ditë për të përfaqësuar qytetarët tanë, për të ngritur zërin dhe për të sjellë këtu shqetësimet e tyre, dhe ja ku jam sot këtu përpara jush. Ëndra ime është bërë realitet. Prandaj me shumë punë dhe besim, gjithçka mund të realizohet, gjithçka mund të bëhet e mundur, asnjë gjë nuk është e pamundur. Prandaj të nderuar kolegë, deputetët e ardhshëm i kemi këtu mes nesh, të cilët do na zvendësoj shumë shpejt. Sot në këtë ditë të shënuar nuk jam këtu për të mbajtur thjesht një fjalim. Jam këtu për të ndarë me ju energjinë, zërin dhe ambicien e një brezi që meriton më shumë, një brezi që di të ngrej zërin, di të kërkoj të drejtën dhe di të marrë vendin që i takon. Sot jam këtu jo vetëm si deputete, por si një prej jush, si një përfaqësuese e brezit të ri në këtë kuvend. Brezi që nuk vjen nga privilegji, por nga përpjekja, nga puna dhe nga besimi se ardhmja ndërtohet me duart tona. 8 dhjetori është simboli i guximit të të rinjve. Është dita kur rinia shqiptare tregoi se zëri i saj mund të tund mure të mëdha dhe mund të hap rrugë të reja. Sot ne vazhdojmë të jemi brezi që kërkon më shumë demokraci, më shumë liri, më shumë përgjegjësi dhe më shumë hapësira, ku fjala e të rinjve dëgjohet dhe respektohet. Kjo ditë duhet na kujtoj se ndryshimet më të mëdha në këtë vend kanë nisur gjithmonë nga zëri, guximi dhe energjia e të rinjve. Ajo mbetet simboli i lirisë, i shpresës dhe i vendimit për të mos u dorëzuar kurrë. Rinia ka nevojë për më shumë hapësirë, ka nevojë për më shumë mundësi, ka nevojë të dëgjohet më fort. Dhe sot, këtu në kuvend është vendi më i mirë për të theksuar se zëri i të rinjve është domosdoshmëri. Unë besoj fort se çdo vend që investon te rinia, investon tek e ardhmja e tij. Detyra jonë në institucione, në shoqëri, në komunitet, është të krijojmë kushte reale që ëndrat tuaja të mos mbeten thjesht premtime, por të shndrohen në histori suksesi. Të dashur të rinj, ju nuk jeni thjesht e ardhmja, ju jeni e tashmja, jeni gjenerata që do ta çojë përpara modernizimin, teknologjinë, kreativitetin dhe pjesëmarrjen qytetare. Jeni gjenerata që nuk pret, por vepron, që nuk dorëzohet, por ndërton. Dhe po ju drejtojmë sot juve nga kjo foltore, vendi ka nevojë për ju, për idetë tuaja, për pasionin tuaj, për energjinë që vetëm ju e keni. Le të punojmë së bashku për një Shqipëri më të drejtë, më të hapur dhe më të mirë. Një Shqipëri ku secili prej jush gjen vendin, rolin dhe mundësinë e barabartë për të realizuar veten. Gëzuar ditën e rinisë. Faleminderit dhe suksese në çdo hap të rrugëtimit tuaj.